Njoftim nga Gaj. Alba Pollozhani largohet menjëherë nga firma VIP. Një javë e paparashikuar në fermën më të ndjekur në vend, ditët e fundit kanë sjellë zhvillime të papritura në ferma VIP 2, ku dinamika të forta kanë përmbysur rrjedhën e zakonshme të lojës. Yes, 200%. Largimi menjëhershëm i dy konkurrentëve, Alba Pollozhanit dhe Lim Hotit, të cilët vendosën të iknin me dëshirën e tyre nga gara, ka trunditur jo vetëm fermerët e tjerë, por edhe publikun. Si pasojë e këtij zhvillimi, produksioni lajmëroi ndërprerjen e menjëhershme të televotimit. Përmes një njoftimi zyrtar u bë i ditur anulimi i votimit të hapur prajmi në SHN-s, duke kërkuar mirëkuptimin e publikut që ndjek 24 orë çdo lëvizje brenda fermës. Çe thutje? Pse se didje? Pavarësisht largimeve, loja brenda fermës ka vijuar me ritme të zakonshme. Atmosfera ka qenë pozitive, ndërkohë që nuk kanë munguar debatet dhe përplasjet, duke ruajtur gjithmonë fokusin tek qëllimi kryesor, fitoria e çmimit të madh. Ndërsa ditët kalojnë, konkurrentët shfaqin gjithnjë më qartë strategjitë e tyre të lojës, duke i dhënë edhe më shumë intensitet garës. Për një gjysmë fjalë me të gjujta. Sfidat e organizuara nga Gaj kanë bashkuar të gjithë konkurrentët në një garë kreative. Të ndarë në dy grupe, ata u përballën me detyrën për të krijuar sa më shumë enë balte. Një sfidë që solli të qeshura, por edhe angazhim maksimal në shprehjen e talenteve artistike. Por kjo nuk ishte e vetmja sprova e Gaj gjatë këtyre ditëve. Një tjetër zarf ka mbërritur në fermë. Sfida juaj sot mban emrin Fytyra e së vërtetës. Fytyra e së vërtetës ishte sfida e radhës që ka sjellë një tjetër val emocionesh dhe tensioni mes konkurrentëve. Në këtë provë, çdo fermer ishte i detyruar të shkruante në mënyrë anonime 3 defekte për secilin bashkëlojtar. Për te ndikimit emocional dhe reagimeve spontane, kjo sfidë do të ketë një peshë të veçantë edhe për fatin e mbrëmjes së sotme. E ndërsa ora 21 po afron, spektakli i sotëm që transmetohet live në Vision Plus dhe në 2 kanale të dedikuara të platformës String, premton të japë zë të gjitha zhvillimeve të fundit. Po ashtu nuk do të mungojnë surprizat, formulat e reja dhe sfidat emocionuese që do të rëndisin edhe një herë balancat në fermë.